Allahun e falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Nësë Allah që të na i pranoj ibadetet që i kena bërë deri sot. Këshilla e kësaj natë është që ta ripërtrim niyetin, ku e vetëm se kanë shku 2 të tretat, eventualisht nesër bëhen 20 ditë agjerim, edhe fillojnë 10 që apo fillon 10 që a fundit. Konsiderohet garues i mirë ai i cili e ruan fuqinë për fund. E ma një standard 2 të tretën, pastaj në fund e shton. E pastaj në fund hala ma shumë e shton. Kur thëmë fund, kem për qëllim 20 netët e fundit. E kur thëmë hala ma në fund, kem për qëllim 2-3 netët e fundit. 2-3 netët e fundit nuk ka tolerim fare për atë që është i kujdesshëm në garën e tij. Nëse nuk kemi rujt fuqi, nëse nuk e rimarim veten tonë në këto 10 net të fundit, atëherë jep me kuptu se kem marrë vesh se si luhet loja, si bëhet gara. Se si bëhet gara. Prandaj, të dashur vëllezër, ta bëjmë ripërtërirje niyetin, ta rregullojmë niyetin tonë, të nalmi edhe t'i thojmë vetës a kemi qenë në rregull deri sot ajo. Unë mendoj se gjithë secili prej neve kemi vend për përmirësim. Të paktën janë ata që mund me thonë unë ja kam dhënë hakin. Për shembull, nëse do të më pyesnit sa konsiderohet taman që mi bë hatme për me thonë mirë jemi, ata që lexojnë Kur'anin në arabisht do të kisha thonë 3 ditë deri në 5 ditë një hatme. Unë të folë në kushten normale që shjetojmë edhe që ka punojmë. Për ndryshe, nëse do të kishmi mujtë çdo 2 ditë me bon ka një hatme, ajo është hala ma mirë. E në 10 netë që në fundit, çdo natë ka një hatme, çdo 24 orë, kur thonë çdo natë kam për qëllim ditën edhe natën. Ajo nuk hahet prej ëmbëlsirës madhe. Por ajo është e pamundur, atër spaku po do të me thonë, në 5 netë, në 5 ditë me bon një hatme. Tash, nëse s'kemi mujtë me mri këtu, s'kemi mujtë pastaj me bojë istighfar shumë, s'kemi mujtë me ndëgju Kur'an, me bojë dhikr, me u falë sa duhet, 10 netë që i fundit është një mundësi e artë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar me bojë rishikim, rikontrollim të niyetit tonë, me rikontrollu në këtë 10 netë të fundit. Të nderuar vëllezër, na të gjithë mund të themi hajtë se vjen Ramazani tjetër. Qështu kemi thonë edhe vjetë, qështu kemi thonë edhe par vjetë. Po si vjetë s'ka mujtë sa duhet se isha i nëzant me punë e tjerë, po ajtë se inshallah në mëtë. Mëse neglizha, se edhe vjetë pa të thonë qështu. Kur të vjen viti tjetër, apet kime thonë qështu për vitin mas 2 vjetë. Gjithmonë njeri është neglizhus. Hilet, vezveset e shejtanit nuk e lonë rahat njeri. Edhe pse ai është i lidhur, por ja që kalon hala virusa në trunin tonë. Pastaj, pa marrë parasysh, a vjen dita e nesërme, a vjen Ramazani i ardhshëm, që ky Ramazan, që na po e kalojmë zvjen ma, pasha Allah një. Neve shumë duhet më na udhin të çdo ditë e këtij Ramazani, shkuën 2 të tretat. Eventualisht dhe nesër ka me shku. Ta shtitu, pa hajtë se vjen dita nesërme, vallahi po e nesërme veç e sotja jo, e sotmja jo. Hajde ti, le të bëhet dikush që ka thonë i Zoti, që le të ma kthen ditën e sotme që bëm iftar. Le ta kthen. Nuk mund me kthy kërkush as për veti, as për mu. Çka me bë? Me thonë, o Allah, na forca. O Allah, na nima për ato që na kanë met,
e na i fal gjunat të atyre ditëve që i neglizhuam. Prandaj, sa të mujmë të ashtojmë istighfarin, astaghfirullah wa atubu ilejh, astaghfirullah wa atubu ilejh, astaghfirullah wa atubu ilejh. Nëse mujmë me 1000 herë, ju këshilloj, me 1000 herë me thonë mrena ditës këtë fjalë. Pse? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka tregu se kur falim namaz, masi t'japim selam, duhet me thonë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pse ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot kjo bëhet sebeb për me ti fshija të mangësit namaz që i ke pas, me ta balancuat humbjen e vëmendjes namaz, mend ka të kanë shku poshtë e nalt. Po ashtu Allah ka thonë إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر. Madhroja Allahun azza xal me tasbih, wastaghfir edhe kërko falje. Pse? Kjo sure ka zbrit surja fundit, si sure e plotë, e fundit ka zbrit. Që me kuptu, ulemaja dietarët kanë thonë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë Zoti azza xal, ke bani 23 vjet davet. Hajde që tash shtaj fjalën astaghfirullah wa atubu ilejh në fund të jetës tone për mirësimin e gabimeve i mangësive tua. Edhe na në këtë 10 net të fundit, e në 3 net të fundit, hala ma shumë të ashtojmë fjalën astaghfirullah wa atubu ilejh. Si përmirësim i mangësive të cilat i kemi pas gjatë këtij ibadeti. A kemi mangësi? Po. A kemi kohë me shfrytzu? Po. A kemi kohë për me rishiku planet tona? Po. Pejgamberi alayhi salatu wasalam transmeton Aisha radhiyallahu anha e ka shtrëngu rrypin në 10 net që në fundit, që ulemat e marrin si lloj fjale e cila nocian ose si ta quaj, që nën kupton se është shtrëngu 10 net e fundit, është shtrëngu me ibadet. Ka hyrë në itikaf, ka bërë adhurime të veçanta, nuk është dorëzu. Jo me thonë Allahu lodha ashtu 20 ditë, kret na themi e kena fillu mu lodh ka fundi. Pse? Se nuk kemi ditë me bëmë në gjimë do shta sa duhet, ose vullnetin nuk e kemi të nivelit të lartë. Prandaj edhe ndodhin këto, çka ndodhin? Çka me bë? Jona është mos mu dorëzu, vetëm kaq. Jona është mos mu dorëzu, me rishiku një jetë në këtë 10 netësh të fundit, sepse Allah ka shpresë për përmirësim, Allah na fal.